shkulla goshtën beti vrima. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qoftë zullulani. Ado qumë shtapolau, komarica vjen vërdau. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qoftë zullulani. Përshëndetje miq. Ja ku të huo ditë e bekuar. 17 prill 2026, një ditë që nuk do harrohet kur. Pas 11 prillit dhe 7 prillit, kjo do ngelet o ç'është ky prilli o zoti i madh. Imagjino që bëhet datë 24, 17 prill, dita që ngele on pa gjumë, që tapja kanalin e Hormuzit. Ç'a bëre ore? Dita që ndjenja unë tërnatën pa gjumë për tap kanalin e Hormuzit. Mondi, do japësh drejtim këtyre muhabeteve? E më theu hap ngushticën e Vruzit, dhe ky autori. Kush pse hape ti? Po kush thot? Si hape? Aman, kam tërnatën pa gjumë, nuk më dëgjon çfarë. Se je pa gjumë dhe u hap kanali? Janë dëgjoj vllai. Si ndodhi? Dëgjoni të dashur miq, për këto dhe të tjera vazhdojnë çmendurirat. I them për Mondin, ti vazhdo, ti në rregull ti. Për mua i thash çmenduria ti. Po jo Mondi të bëj. Është Mondi jam. Kush është smur këtu? Janë 40 milion kurd në gjithë botën. 40 milion kurda? 40 milion kurd. Aha. E 7 atje, 8 këtu, 10 në Iran, i thash gjobu. I ketë ndarë këta. Më qafsh, vazhdo se ke historia të bukur. Meni armët, i thash armatosën. Dhe gjoni që ndodhë në botë dashuri. Armatosën e një gati, ju e një pak kohë, i s'keni trojë. Armët ku i gjete? I doni trojët, i thash i doni trojët. Ku i gjete armët? Po, pak armë ka mor dita Në mos keni armë gjeni, i armbeni ati keni. U amësove këngën atyre ti, kurde. Vazhdo. I thash kurdve armatosun, ti kisha si ushtri rezervë. Se më ka dalë dhe Afrika në kontrol Kemi lajme të mira. Edhe mora në telefon këtë e këshu, Trumpin, mora dhe atët Iranit. E I këshu, more për ti. zotë, ore ja, isha këshu me 2 telefona. Pa me 2 fol. Donald, listen to me. Shut the fuck up, I'm talking with Iran. I kthesha këti. Faktirah, farsia, dahma. Taksika, pa. Do taksi thua? Wahti zika ma nasi. Hawada ja kata. Rokte motra ku di kem poter dhe aty. Gjone, se po manzore shpitin këti. What? Mondi mos i përkreto. Shut up. E mirë, more vesh. Eat shit. Ashtu. Le, mos Ej. e kërcëno. Albano, mos e kërcëno. Rastam! Abuz. Aja. Alo, do filloj protestën. Kam në këtë sonorë 7 dite. Albano më dëgjon. Po që po bejta malore, ha doktor. Do fillojmë Po si më futet e linje Iranit, po paksore, po ti e di që unë jam sanduiç. Që? Sanduiç. Urdhro? Sanduiç. Sanduiç? Po, Qa lidhje ka sanduiç, si më futet e linje Iranit? Albano du fort. E zonë. Jam protest. Do rëzosh njeri sot? Klodi, erdi pusat. Po ja ti dali roga tash, pritesh. I doli më duket, do vi në protest. Thuj Klodi, dua ti shëndris tulla, sepse do ta përdor për reflektor. Projektori mbi kokë Klodit, do reflektoj për tjerë. Klodi, alla abuz. U që po përzien gjuhë, doktor, ama së bëra lëmsh. Shut the fuck up, ti more. Ore, se mbylli kjo akoma, ikse më gribe lekët në Amerikën, mor zotin ma. Themi në një gjë për punën, apo të Klodi, gjënë bullohet? ruaj tullën sa doktorit të përdojsh të reflektor. Kush më ngeli tani? Sot, po lërë foli Shtoja vetaj. Travano? Po, shiko, qa përvalon, për lërë. Rusë. Sot, qytetarët e Tiranës të përmbarë Shqipërisë ngrihen në kryengritjen e tyre paqësore më të fuqishme ndaj një organizate kriminale të kryesuar nga Edi Rama, kufadorët e qeverisë, altoparlantët e saj janë hedhur në sulm të shfrenuar kundër opozitës. Për fajin e vetëm të saj se qëndron e pamposhtur, bëjnë gjithçka duke turpruar veten studion, duke dëshmuar një mafje më rrezikshme se sa ajo e kokainës. Lere, Mondi, stop, e morën vesh. Ru sot Edi Rama. Ne që aji pas ka iku. Rama ka iku në Itali, vaj ta krej me Po loni. dhe kjo si organizon këto? Sa kanë protesta i kërset edhe organizon kështu nga këto takime Më ftesat? fali sekund, kush është thirrja kryesore e protestës? Kryengritje paqësore. Jo, ç'a për ç'a? Rrezojnë Edi Rama. Rama ik. Po. Po ikën dhe ai s'po ja u prish. Ma e se
Mua u qesha me Ylli Manjani. Pse? Ka për emision? Nuk e dia tha që kishte protest. Okej. Pse? Po se dinte, dëgjoj vetë, pse më tonë, pse, se am Ylli unë. Tjetër presion pastaj për majorancën? Se dia fare që ka protest nesër, po mos kisha asë në emision se kisha marrë vesh. Kështu që është... Po e ka thënë me ko Berisha, në 17 prill? Berisha flet 5 herë në ditë, moment që thot Berisha, as vetë Berisha se di që thot. Kështu që ma bet kopë të shike punë se që thot Berisha. Aman pajse. Kështu që në këtë pjesë nuk besoj që është në gjëre. Dunë protestojnë si tha Zoti Fotaj të filmi koncert në vitin 30, dunë të këndojnë, le të këndojnë, tha, e që keqë i vjen përëndoris nga kënga, kupton Zoti Fotaj? As një ferë në këmë si ka hy nga këto protestat të Bledit, në fond drejt në 0, po 0-0. Shumë gabim e thatë që për Berisha flet për sëndit, ti di që Klodi ka për zile... Zërin e Berishës? Po. Nuk edhe, po screenshot e ka të këshu. Bjeri Klodit... Ka të fotografi. Bjeri Klodin dhe djosh zërin e Berishë. Po i bje. Hape telefonit! Hape telefonit! O, Klodi, jam mbylla. O, Klodi, lena, që bërë më? Ka këshu e gazilen. Po, ka që deliktuar një rikë fare? E mbane dëgjojnë tu televizionit gjithë. E shikojnë, di si e shikojnë Klodin apo jo? Ja, një nga ministrat e ardhshëm. Po kjo qajnë që policët ndaj kanë armët tot, jo për të kruajtur bythën. Shumë e rëndësi shprej kjo. Po jo, më pse, kush është? E tha Ylli. Policët të ndaj kanë armët, është shprej rëndësi shprej? E rëndë, pra ndaj kanë armët, nuk e kanë për të kruajtur bythën. Ti ke të byqa problem. Ore, shikojta lehna me byqën tani të ba. Me dhunën kundër institucioneve dhe kundër policëve. Nuk pajtojmë kur. Kur, asiher. Jam njeriu që e shaj policin më shumë se sa kush do tjetër. Jam njeriu që e kritikoj shtetin pa aq sa shumë të tjerë. Dakor? Por dhuna në një protest politike flet në favorin e qeverisë. Tani që të më gjumë me gurë, duhet që ai policët të gjumë me gurë, për proporcionalitet si e dini këtë punë. Gazlotësjelë si mbythën njerëzit. Ati policët me kryt bythëne? Adnan! Se mo, qak, s'ka... Adnan i e futi! Po mirë thotë. Adnan, bythë në emisionin tim nuk dua. Nuk futet bytha kështu. E kuptohë se mle do të veten. Neskafe Azera. E tera dhe bera, mora, arabike. Ore, shia arabike dhe... Po nuk krasohet. Është e rëndësishme, po kjo... Se ti më the që kjo është pasuria me madhe. Po është ujë, është i rëndësishëm. E di shbër me një bidon nga ato. Këput gjysmën e Sudanit. Qa thua? Me një bidon spring, këput gjysmën e Sudanit. Një Sudanin e merë me vete. Qa thua? Po, nga që pëlqen se shu i shishëm. Ata ca s'kanë. Imagino dhe nivel ka ishte lartë. Spring. Që nga si qamqarkizi asaj kohë. Bësh më mirë akoma. Qamqarkizi meri e hidhje në ujë, mbaje 24 orë, dile të nesme prap duke përtypur. Po pse me shishe ujë në Sudan? O, mëndi, dy buleta. E këtë Sudan. Jepi që ta i lotin e ke për pshau. Mos të një dhe në Sudan. I vetë një këllë gripi. Ka gjira më dhe mira. Në shishe ujë këtu. Jo. Me i shionë me vete mos u zjetja. O, Arazoni. Arazoni, thot. O, zoni më. O, zoni e ma bashkë. Dhe nga trosh në i di. Me dreseja, tregu elektrik. Pazari elektrik, po në Sauk. Astoria, edhe Astoria. Si duash ti? Treni stacionit. Si daj. Treni stacionit. Stacioni elektrik. Po, edhe Himalaje. Ka hapër i pik në Himalaje, o zo. Veni ra. Gjithë si e toni më mirë duke kushtuar publicitet e një shkurt fare. Jeni ke... Po kë kufshe? Kush? Rama kush ky? Mori vesh që është sot kryengritja paqësore. Vajti në Itali e vllat Pusi Melonin prap ka për fundjavë kam thënë ai vetë. Te motra, o Albano. Po e pritje ajo. Si se priti? Ju lën gjunjë prapë, filloi nga këto stilet. Se vjen Beari tani, do ta marrim me vetë andena jugu, e filloi ulet prapë në bërgjunjë. Mondi, ke sekuenca? Qa ustaj është, na. Sa bukur ka kreu flokë. Mos! O Mondi!
Do ta mbash planin që është në këmbë, mos e le të ulet në gjunjë. Na dhe jo fare. Gjunja po i tregon që shiko çfarë lloj elastizmi, më mbajnë gjunjë akoma i thot. A pse atë? Pa meraku, ç'a fleti. Na. Bravo Mondi, bravo. Bukur e ka mund të varoj. Jo, njerën ka qenë ai filmi që shanim italianët, ne thoshim pushtat e Duces o pushtat e Duces. E di tek ja, pushtat e Shqipërisë, vajt. Ti di italisht? Di italisht. Ma përkthen dot tek filmi Malet me blerin mbuluar, kur vetë ai infermieri si ka që vetë ishte Ç'a i thot? I thot që ma kthejnë çik thot, ma përkthe pak ç'a thotë. Thotë nga je i thot ky. I thot jam nga Gjenova. Shqip, kupton? Pa i thot ma përkthe. Ky thot shqip, ai thot ma përkthe. Ç'a thot? Jam nga Gjenova thot. Po ku janë këta të spitalit kështu? Ku janë këta të spitalit thotë? Ikën sot në mëngjes thot. Ikën sot në mëngjes thot. Me ç'a konteksti kishte kishte Rama, s'ka nevojë për përkthyes domethënë. Jo, ta them që ka me këto budalliqet që bën Adnani me këto ka. Jobi Adnani thjesht ka zgjedh sekuencën që tregon kryeministrin tonë në aksion. Duke hapur kanalin, unë hapa kanalin Ormuzit, hapa kanalet e Italisë. Superfuqi, ore. Kush? Rama, e dy. Edhe Adnani bashkë. Adnani ka hapur Pasha Limani. Do bëjmë anije lodra për fëmijë. Jo, do bëjmë anije dustarake për kushtuar armikun e jashtëm me të brendshëm. Ndërkohë që lajmi i mirë është që kemi një kontratë shumë të madhe me Finkantierin për kantierin e Pashalimanit dhe aty do të fillojmë prodhimin e anijeve ushtarake të dimensioneve të ndryshme dhe do të kemi një investim jashtëzakonisht të rëndësishëm të përbashkët mes nesh dhe italianëve dhe do të bëhemi edhe eksportues të anijeve ushtarake nga Shqipëria. Përveç se do të plotësojmë dhe nevojat tonë. Qa thua Mondi? Mos kesh ko si budallate të turki. Prandaj vajtim Itali ky. Dale, frit. Do prodhojmë kaj shumë. I do plotësojmë nevojat tona. Jo, s'kemi nevojë. S'kemi nevojë, pse bësh si idiot o burr? Por që nevojë ka Shqipëria për anije luftarake? Po prodhojmë për Amerikën, për Izraelin, për Italinë. Po mbushemi 15 vjet pushtet, se Denveri. Po shotat. Denveri 15 vjet e para ishte mirë. Po ti Partisë Demokratike. Pastaj thoshte do po Partisë Demokratike po. Po mos bëj mua këtu, çfarë sigurt ka paguar Sali Berisha. Mos ignorant. Po ç'është ky muhabet? O do prodhojnë anije ti direkt del pse shumë në pushteta. Çfarë lidhje ka? Po prodhua një tek trap atje, mbaj mend. Një trap se bëjnë do të vënë 5 hunje dhe një bidon. Mondi, ma digenerove fare emisionin, Mondi. Ore, trap në ta që lundrojnë. Po, një tek trap. Trapi nuk është anije luftarake? Jo. Vetë bëjmë more trapin, dhe ardhësh në koka t'i tjetit bukë, sa t'ja edhim në ashu, për që anë këma bedim. Lere tani këto. Dashurni që nga njeri u që mëndur nuk vjen e keqja, vetëm runi, mos e një afër. Po shikoj që ka thënë Eliza. Po flasun inxhinier. Me pe qa tha Eliza? Qa tha Eliza? Mondi të regoj pak sekuencët. Se vëzi shëve? Qa ka thënë Eliza? Po më këshillojnë të hesht, rehat, mos bëzë, nuk e del dot. Kështu e njës komentin e rallës, ish kryetare parlamentit dhe ish ministre e punët jashtme, Elisa Spiropali. Problemi nuk është një individ, një konflikt, një mos votim në kuvend, apo një keq kuptim brenda pushtetit. Problemi është një model që është instaluar gradualisht, një model ku institucionet nuk janë më hapësira vendimmarrje, por instrumente presioni. Disa ministri dhe agjenci shtetërore nuk reagojnë më ndaj ligjit dhe detyrës, por ndaj urdhrit. Ky është modeli që nuk duhet të jetë pjesë e Partisë Socialiste. Refuzimi i realitetit ku institucione publike me fytyrë personale. Stop, jam i lumtur. Ka tala vestigjinet. Do, më çfarë? Çka ka kjo Eliza? Okej. E thash me që ka bërë këtë kështu. Nga doli kjo ministre, kryetare e parlamentit tani doli që Partia Socialiste. Nese se i flasin kur të kthesh nga Spanja. Moj mbyll mos e do të marr dorën ty se ç'a do bëj. Unë e marr vetë. E tha vet tha. Haro mushkë balaren se Elizën e pren. Iku ke u harrua. Mo në Romi akoma ti? Është në Spanjë, ore. Tani në flas në Spanjë, ky thotë në Roma akoma. Ma more gorgonzole në Roma, që tash me gjysmë kile? Mondi. Po ku e ke mendje mo sot? Doli te gorgonzola. Ata me gjysmë kile gorgonzole se skam. Ma bëj mua në dish kështu ti?
Ma bëjk shumë e gisht. Ashtu. A të gishtin mere dhe fute ku të ashtu. Qa kupton ti me këta? Ja. A e shpife e bu. Që tjeti zgjuar veprimi, nuk shkon. A të gishtin mere fute, e kupton. Se ti mund t'ja bësh dhe veshit. Jo. Qa kam? Mondi nuk e kupton, është gjetra. Shikoje. Me gridën, që ishte rëndë shumë. Topi është i joti, penalti në gjuhë e vetë, po edhe mua më lërë ta më një rrjetë. Nuk gjuan do të penaltiti, kupton? Ke fusha ime, ti nuk gjuan do të penalti sa do të zgërdhjesh. Tani po të them tjetër gjë, se çdo topi ta tregoj unë tani. Topi do që këto deputetët që po i bëni ju fresk, që janë deputetët e Tiranës, të shkojnë atje ka i pallati. Të shkojnë atje. Atë gishtin mos ma drejto, se nuk jam as në zonë si jot, as rrogtari jot, fare mos ma drejto. Atë gishtin fute, ose fute ku të duash. Topi, ti e di shumë mirë që s'ka vend. Mos ma drejto gishtin mua. Ta drejtoj gishtin 100 herë, të nxjerr dhe jashtë sa herë të dua për mungesë etike, kupton? Me qetësi të plot dhe me rahati të plot. Okej, tikësh Lela dhe tikësh që ç'kem atë punë, kupton? Edhe e futi pastaj gishtin. Hajde, ik, dil. Dhe topi dhe çdo kusht tjetër Ilda, meqense se për ta të tre. Bën një gjë. Le, Mondi. Normalisht që çfarë futi gishtin ku të mundesh, atë gishtin që e rënd shumë ishte, unë them që ky Lela të përjashtohet nga Partia Socialiste. Ishte shkrimtar i Partisë Demokratike, skenarist. Sot në kryevritje paqësore do flasja ai. Bravo, gishti Lelës, qa thuare? O flisi thot për këtë ish kryebashkiaku në New Yorkut, pas që nga bërë shqiptar ky. Kushe? Ky Erik Adams, si ka? I ziu? Nuk e di unë i ziu, për mua është njeri. A i s'duket natë? Ja. Shqipë shqiptar. Ish kryebashkiaku në New York, bëhet shqiptar, merr në shtetësinë. Po bën fotografin tani ai. Është fazo kjo me jaja? Po jo, dakor, po fotografia ashtu del me shallë. Ashtu lejohet? Lejohet, s'ka ndonjë. Ha? Lejohet, s'ka asgjë. Fotografi me shallë. S'është fotografi e pasaportës sa. Dalë të marrë këtë presidentin tonë. Alo? Bajrami Vogël. Zoti president. Bajrami Vogël më thuaj. Si mos e merrat, jemi për flas president Çamërisë. Po si mos e merr Makun. Ka fol Pilinçi. Gjallë është ta. Po s'ka fol Pilinçi thot. Ha! I dha pasaportën, edhe mbret të ishte, duhet të pyetje populli. Për qa? E muar të zinë, e nxuar në foto, dhe i dhanë pasaportën shqiptare. Po mirë moj gjyqtar, ju prekuror. Prekuror. Kini në Shqipëri, dhe ti krye prekuror Qelan. E kupton? A nuk e pe kur ja dhanë në shtetësinë? Që ishte i zidëm. Se nuk restove atësinë. Qartis mund t'i themi bardh. Kuj ka këtë televizionin kë? E ka mbyll televizion, s'ka budget në aqë. Do, gazetari Arogën zho muaj e mbylli. Si të nëzitoj me Allah? Po ka një orë që ka thua protesta? Fillon ferma e protesta. Po mirë më thua e burit e, se unë thashtë kur the protesta ka një orë. Shumë kishim dëshirë të thoshtim të ndanim, por minutajë ishte i kondicionuar. Ne i farë njëre ne dim që në thonjza është një loj dëmi për emisionin tonë, se çdo të hënë të premte jemi kondicionuar me një minutajë për 20 minutash. Por është për të mirën e madhe televizionit. Por është për të mirën e madhe dhe publikut që ndjek me kaq pathos një reality show nga më të rrallët, që ka qenë edhe vetë Albano, ka qenë një fermer, edhe pse sfitoj gjë, po të pak ndoli i dhjerë po krenar. Mori gjithë të fanë. Për këto dhe të tjera dashur miq, ne ju lëmë në shoqërinë e Ferma VIP 3, ndërkohë së bashku do të shikojmë sërish ditën e hënë. Po me minutazh të shkurtuar, por gjithsesi kemi një fundjavë plot diell, temperatura të larta, lëshojmë detit, Durrësit, Saranës, Florës dhe Bushni Kupa e Kupa. Albano, pati fiton bukur. Pafshim natë mirë. Para këngëritja. Ju duam shumë. Barafiria. Dreqër, ju e dini vetë. Barafiria atyre. Ecë këtë ditë. Këtë ditë, mos u zini sot.